بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم ذلندرويم الله من السور أشتو سيتش مرتنا يجل شانه وتقدست اسماؤه السلامة يدرويم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimet nga tefsiri i Kur'anit famlar, gjithsesi surës Al-Baqara, e që inshallah taala sot do i shpjegojmë ajetin 120, 21, 22 dhe 23, apo më shumë 3 ajete të Kur'anit famlar në mënyrë që neve të marrim dobi. Në dersit paraprake neve i kem spjegu se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hjek shumë dhe është mundu që t'i bind ehlul kitabin, i thtarët e librit që ta pranojnë fenë islame, dhe është mundu që kërkesat e tyre të cilat i kanë drejtu karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'i plotësoj ato, qoftë nëpërmjet pyetjeve, qoftë nëpërmjet zbritjeve të ajeteve të Kur'anit famlar, në mënyrë që t'ja voj me dije atyre që rruga islamit është rrugë e qartë dhe rrugë e drejtë. Dhe nuk ka njeri në dynja që ja dën të mirën, ja ka dashur të mirën njerëzimit më shumë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rregull. Nuk ka njeri në këtë botë prej të parit deri te imrami që ja ka dashur të mirën njerëzimit më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye edhe i ka thirrë të gjithë në fe, është mërzit kur ata si kanë besuar. E Allahu xhallahu ala në këto ajete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tregon dhe i thotë: "Walan tarda anka al-yahuda wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum." O Muhammed, shumë je lodh me ta. Lan tarda anka al-yahuda wala an-nasara. As jehudët dhe as të krishterët kur nuk do të jenë të kënaqur me ty derisa ta pasosh fenë e tyre. Do thonë ti shumë mundohesh, shumë je duke u mundu me i thirr, shumë je duke sakrifiku, je duke u bë marak. Po don që çdo argument me usil atyne. E Allah subhanahu wa taala, "Lan tarda anka al-yahud wala an-nasara." O i dërguar Allah. Ata nuk do të besojnë ty derisa ti të pasosh fenë e tyre. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, "Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum qul inna huda Allahi huwa al-huda." Thuaj atyne që udhëzimi i vërtetë është udhëzimi i Allahut azza wa jalla. "Wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir." Edhe thonë, nëse ti i pason mendimet e tyre, pasi që të ka ardhur e vërteta Kur'ani, ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Ti nuk ke mund me gjetë ndihmës as ndihmëtar pas Allahut azza wa jalla. Pastaj Allah azza wa jalla thotë: "Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Atyre që ju kanë dhënë librin para teje dhe e lexojnë drejt librin, yu'minuna bihi, e besojnë Kur'anin famlart, edhe të pasojnë ty, wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. E kush e mohon Kur'anin famlart, ata janë khasirun, janë në humbje. Këto ajete me lejen e Allahut azza wa jall sot do i shpjegojmë në mënyrë që neve si besimtarë të marrim dobi për jetën tonë dhe kemi ilm, dije se si neve një të shas njerëzve në davet dhe se si neve duhet i thrasmi të tjerët dhe se si ne duhet të brengosemi, se si me i thirr të tjerët dhe jo shumë se sa ai përgjigjen ata thirrjes apo jo se s'është çështje jone, është çështje e Zotit xhallahu ala, sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast është bën marak shumë, ka sakrifikuar të gjitha që i ka pas në jetën e tij vetëm që t'ia bëjë të qartë njerëzve rrugën e drejtë. Kanë ardhur delegacione ndryshme jehude në Medinë, ka ardhur delegacione ndryshme të krishterë në Medinë. Ka debatuar me ta për këtë me Uzairin, për këtë me Isaun, për këtë me gjitha pyetjet që ja kanë bërë dhe ne i kemi shpjeguar në derset e kaluara, në mënyrë që t'ia bëjë të qartë rrugën e drejtë dhe ka shpresuar në islamin e tyre. E Allah azza wa jall për thotë: "Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara." Nuk do të jenë të kënaqur me ty o Muhammed, po djallë. Hatta tattabi'a millatahum. Ata di kur janë të kënaqur? Janë të kënaqur derisa ti ta pasosh milletin e tyre. Kjo është e vetmja kusht.
i tyne. Që ti me lanë islamin komplet dhe me urrështu me ta në miletin e tyne. E Allahu Gjelle wa Ala i bën me dije Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që hatta tattabi'a millatahum, derisa ta pasosh miletin e tyre, Allah azza wa jalla i ka thënë milat komplet ata të tjerë që janë jashtë islamit. Edhe pse janë grupacione ndryshme, fe të ndryshme, i ka thënë një milet. Ulema e islamit nga kjo pjesë e ajetit thonë, Imam Abu Hanifa, Imam Shafiu, Imam Ahmedi, Imam Abu Daudi, thonë nga kjo pjesë e ajetit kuptohet që mosbesimi është një milet. Kufri është një milet. Edhe islami është një milet. Pra mosbesimi është një milet, sepse Allah azza wa jalla po thotë hatta tattabi'a millatahum, derisa ta pasosh fenë e tyre. Edhe pse në shumë janë fetë e tyre, po Allah azza wa jalla ka thënë në njëjës për arsye se ata janë një milet, jashtë asaj që ka ardhur Allahu azza wa jalla dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot, "Qul inna hudallahi huwal huda." Thuaj atyre Muhammed, udhëzimi i drejtë është udhëzimi i Allahut. Udhëzimi i Allahut është rruga e vërtetë. E kush është kjo e vërtetë? Kush është kjo huda? Është Kur'ani famlart. Huda në këtë ajet është udhëzimi Kur'ani famlart. E ai që e pason Kur'anin famlart e ka gjetë rrugën e drejtë. E janë të pasojmë Kur'anin famlart, jeni në rrugën e drejtë. Nuk e pasoni Kur'anin famlart, e keni lanë rrugën e drejtë dhe e keni vazhdu rrugën e shtrëmbuar. Sepse Allah azza wa jall, ashtu si thojnë tefsirologët, po ja bën këtë pjesë të ajetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij në mënyrë që t'ju kundërvyhen grupeve të devijuara. Kur ata i ka thonë, jo, sini e janë me neve. Thonë, ja, qul hudallahi huwal huda. Thuaj atyne, inna hudallah, udhëzimi i drejtë i Allahut është Kur'ani, është fjala e tij që ka zbritur nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E besoni atë dhe e pasoni atë, e keni gjetë rrugën e drejtë. Nuk e pasoni atë, e keni lënë rrugën e drejtë, e keni vazhduar rrugën e shtrëmbruar. Pastaj Allah azza wa jall e bën një pjesë të ajetit ku i thotë e kërcënon me një fjalë gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas thot, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, qofse ti thot o Muhammed i pason ahwa'ahum. Ahwa e përkthej mendimet. Ahwa është shums. Njësi është hawa, sikur të na hawaja që i thonë, diçka që është najr, s'është në rrugë heqe, s'ka temel. Qofse ti thot i pason mendimet e tyre të gabuara, pse ka ardhur në shums? Sepse rrugët e devijimit janë shumëta. Rrugët e devijimit janë të shumëta. E rruga e drejtë është huda, është një. Është Kur'ani famlart. E Allah azza wa jall i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum", qofse ti pason mendimet e tyre, rrugët e tyre, pjesët e tyre në shumës që janë shumë, sepse shumica, domethënë është e devijuar, rrugët e devijimit janë të shumta sikurse ne që shohim sot. Atëherë thot Allahu Jalla wa Ala, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, pasi që të ka ardhur ty ilm, e ka thënë Kur'anin dije Allah azza wa jall. Pasi që të ka ardhur vërtet, Allah azza wa jall në këtë ajet e thon Kur'anin dije, e thon të vërtet. Malaka min Allah min wali wala nasir. Ski as ndihmtar as shpëtues për Allah azza wa jall. Edhe pse këtë pjesë të ajetit i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla ka ditë qysh në ezel që Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk do i pasoj ata kur. Nuk do i ndjek rrugën e tyre. Nuk do i ndjek rrugtimet e tyre të devijuara. Po kjo është më shumë për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më shumë për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E posaçërisht për uleman e Islamit. Sepse Allah azza wa jalla thot: "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm", qofse ti pason mendimet e tyre, rrugtimet e tyre, pasi që të ka ardhur ilmi, domethënë alim të veçantë dietar, Kur'ani ka dije, Kur'ani thret në dije. Kjo jetë është kundër gjithë atyre të cilët thonë Kur'ani të mbrapa, Kur'ani mëson me qenë në shekullin e 12-13. Jo. Kur'ani po thotë, nëse ti pason devijimet e tyre, pasi që të ka ardhur dija,
pasi që të ka ardhur vërteta, pasi të sqaru rruga, ajo është Kurani. Kjo i rrok më shumë ulemat e Islamit që të cilët i kërcënon Allahu xhalla wa ala në mënyrë që mos mi ndjek rrugët e devijuara të tharëve të librit. O ta pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tash vëllezër, Imam Ahmedi është pyet prej njerëzve, i ka thonë, sepse Imam Ahmedi i ka bërë tekfir ata të cilët kanë thonë se Kurani është i krijuar. I ka bërë tekfir, ka thonë jo se musliman, i ka qitë prej fesë. I kanë thonë Imam Ahmedit ku gjan ti argument në Kur'an për mi bë tekfir ata që thonë Kur'ani nuk është fjalë e Allahut, por është i krijuar. E ka lexuar këtë pjesë e Allahut ku Allah azza wa jalla thotë: "Wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'dika alladhi wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm." Nëse ti pason ata pasi që të ka ardhur el-'ilm, e vërteta Kur'ani. Thot a beshet që Allah azza wa jalla Kur'anin e qunë ilm sepse Kur'ani është min ilmillah, është prej dijes së Allahut. Është fjalë e tij. Kjo është argument, thotë që ai që thotë që Kur'ani s'është fjalë e Zotit, por është i krijuar, është krijesë e tij, ai ka dalë prej Islamit, thotë Imam Ahmedi rahmetullah alayhi. Pra Allah xhalla wa ala në këtë ajet po na kërcënon neve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që neve duhet me pas kujdes mos me i pasue grupet e devijuara, ata të cilët mundohen të na mësojnë neve se cila është rruga e drejtë, se cila është rruga të cilën duhet me ndjek muslimani. Jo, sepse Allah azza wa jalla thotë: "Qul inna hudallahi huwa al-huda." Udhëzimi i Allahut, e vërteta e Allahut është prej Zotit. Ai na i ka zbritur nëpërmjet Kur'anit. Kjo është e vërteta për me shku te Zoti xhalla wa ala. Edhe nuk do të jenë të kënaqur të tjerët me neve derisa na ta ndjekmi rrugën e tyre. E ne a duhet me ndjek rrugën e tyre pasi na është bërë të qartë e vërteta? Jo. Ma laka min Allahi min waliyun wala nasir. Sepse s'kem ndihmëtar pastaj pas Allahut azza wa jall. As ndihmës, as ai që na del në krah, sepse Allahu xhalla wa ala e din më mirë me robërit e tij se kush është në rrugën e drejtë edhe kush është i devijuar. Kush e pason në rrugën e drejtë dhe kush nuk e pason në rrugën e drejtë. Prandaj shikoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në çfarë shkalle është mundu që t'i kthej i thtarët e librit në fenë e Zotit. Deri në çfarë shkallë është mundu, gjesa Allah azza wa jalla ngushëllon me këtë ajet dhe i thotë: "Wa lan tarda anka al-yahuda wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." O Muhammed, ballu lodhe me ta. Vazhdo rrugën e Zotit ti sepse je në rrugën e vërtetë. Mos u merr shumë me ta, sepse ata nuk do të jenë të kënaqur me ty derisa ti të pasosh meletin e tyre. Wallahi kjo pjesë ai është shumë e rëndësishme për neve si musliman me marrë si mësim. Disa herë po na përsëritet, ku Allah azza wa jall i këshillon musliman, i këshillon besimtar, që me vazhdu rrugën e drejtë, mos më kthym brapa me u marr shumë me ata çka thonë. Nuk po dojmë me pasu rrugën e drejtë, mos u nal shumë me ta, vazhdo rrugën. Ti e ke dhënë maksimumin, i thot Allah azza wa jall. Ti o Muhammed e ke dhënë maksimumin në shpjegimin e fesë së Allahut. Gjëja që ata kanë më gjyku është te Zoti i tyre. Ti vazhdoj rrugtimin të sepse je në rrugën e drejtë dhe mos u merr shumë me ata të cilët flasin anas. Pastaj Allah xhalla wa ala thotë të dashur vëllezër në pjesën tjetër të ajetit: "Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Ata të cilët thot Allah azza wa jalla jo kanë dhënë librin më herët, një pjesë e tyre thot, një pjesë e tyre yatluuna haqqa tilawatihi, e lexojnë librin ashtu siç duhet me lexu. Sepse Allahu xhalla wa ala po ju thotë që ata të cilët kanë qenë prej thalët të librit, jehudët dhe krishterët, dhe e kanë lexuar Tevratin ashtu siç duhet, dhe e kanë lexuar Injilin ashtu siç duhet, pa u fut dora njeriut në të, pa i hek cilësitë e Resulullah që kanë qenë në të, ata e kishin pranuar Islamin. Sepse Allah azza wa jalla po thotë, një pjesë e tyre e lexojnë ashtu siç duhet. Haqqa tilawatihi, ja dhan hakun në lexim, edhe Tevratit, edhe Injilit, edhe Kur'anit. Ulaika yu'minuna bih, ata e besojnë Kur'anin. Ata e besojnë Kur'anin dhe bën musliman. Po ka shumë prej tyre që e pranojnë Islamin për arsye se nuk është fut dora njeriut për t'i larguar cilësitë e Resulullah, po e lexojnë drejt dhe e pranojnë pastaj fenë e Allahut. Një pjesë e ulemave të tefsirit thonë, kjo pjesë e ajetit të Kur'anit, alladhina ataynahumul kitab,
yatlunahu haqqa tilawatihi, atyre të cilët ja u kemë dhënë librin e lexojnë dhe ja dhon hakun në lexim, nëse do me përkthyer bukfalisht, do të jenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët, të cilët e lexojnë Kur'anin dhe ja dhon hakun Kur'anit. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu thot, pasha atë në dorën të cilët është shpirti im. Leximi i vërtetë i Kur'anit thot është ai që ta lejosh atë që e ka leju Allahu në të, dhe të ndalosh atë që Allahu e ka ndalu, dhe ta lexosh ashtu siç ka zbrit, dhe mos ta bësh tefsir sipas ëndjes tone, po sipas asaj që është e vërtetë. Kjo është me lexu hak Kur'anin famlart. Me bë halal ato që e ka bë halal Allahu xhalla wala. Me bë haram ato që e ka bë haram Allahu subhanahu. Me lexue ashtu siç ka zbrit, dhe me ia dhon hakun në koment ashtu siç e kanë komentuar dietarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe jo ashtu siç ja merr mendja dikujt. Prandaj për me vrej dikon se sa është i devijuar, a është në rrugën e drejtë apo jo, shikoj apo e bën halal ato që e bën Kur'ani halal, apo e bën haram ato që e bën Kur'ani haram, edhe apo e komenton Kur'anin ashtu siç është komentuar brez pas brezi, apo e komenton sipas vetes së tij. Nëse komenton sipas vetes së tij, dihet që i njeri është të devijuar. Nuk është rrugën e sahabeve, nuk është rrugën e selefëve salih, njerëzve tanë të parë të mirë. Nuk është në rrugën e tyre. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu kur e komenton këtë pjesë të ajetit thotë, këta janë ata që kur i lexojnë ajetet e mëshirës, nalen edhe e lutin Allahun për mëshirë. Sa herë që kalon me një ajet të mëshirës, me një ajet të rahmetit, ku përmendet mëshira, ku përmendet xheneti, nalen edhe e lutin Allahun me qenë prej tyre. O Allah, bëj rahmet mbi neve. O Allah, na bëj nasib xhenetin. Dhe sa herë që kalojnë ka ajetet e dënimit, nalen edhe e lutin Allahun me i ruajt nga dënimi i xhenemit. Këta thot janë ata të cilët e lexojnë librin haqqa tilawatihi, ja dhon hakun në lexim librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që ka lexuar Kur'anin famlar dhe ka ardhur në ajetet mëshirës, e ka lutur Allahun për mëshirë, dhe sa herë që ka ardhur në ajetet të dënimit të shnar dhe ka lutur Allahun azza wa jall për mos me dënu dhe me fal dhe me largu nga dënimi i tij. Ulaika yu'minuna bih, këta janë ata që e besojnë librin, e besojnë Kur'anin. Kjo është një rivajet i tefsirologëve. Rivajeti tjetër thotë janë me ata ahlul kitab të cilët kanë kalu, ju ka zbrit libre, Tevrati dhe Injili, ja kanë dhënë hakun, e kanë lexuar ashtu siç duhet, nuk i kanë fshehur cilësitë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur është ardhur Muhamedi alayhis salam me Kur'an, e kanë besuar dhe i kanë dhënë sejdë Allahut. Për këtë Allah azza wa jalla thot në ajete të tjera, "Kul ya ahlal kitab, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil wama unzila ilaykum min rabbikum." Thot, o ju i thtarë të librit, thot, ju nuk jeni asgjë në fe, s'keni domethënë fe, përderisa nuk ja jepni hakun dhe mos ta zbatoni Tevratin dhe Injilin, edhe ato që ka zbrit Allah Kur'anin famlart. Nuk keni asgjë, sepse ka për juve që ja kanë dhënë hakun Tevratit edhe Injilit, edhe kanë lexuar Kur'anin dhe kanë pranuar fenë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Thot Allah azza wa jall, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Në një sure tjetër, në ajet tjetër, thot, e besuat ju Muhammedin alayhis salatu wassalam dhe Kur'anin, apo nuk e besuat, nuk i bëni dom atij, po i bëni dom vetes. "Inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil adqani sujada." Sepse ata të cilët kanë qenë para juve, para atyre që kanë qenë kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, kur ju lexu ajetet e Kur'anit dhe kur kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju kanë lexu ajetet e Kur'anit, yakhruna lil adqani sujada, me fytyrë kanë rënë sejdë, sepse kanë ditë që është prej Allahut subhanahu wa ta'ala, wa yaqulun, edhe kanë thënë subhana rabbina in kana wa'duna rabbina la maf'ula. Dhe kanë thënë tani subhana rabbina, i pastër dhe i patmeta është Zoti ynë, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Premtimi i Zotit ton u realizu. Cili premtim? Cili premtim u realizu? U realizu se e kanë ditë që ka më ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, premtimi i Allahut që ka qenë në Tevrat dhe në Injil dhe cilësitë e tij që ne i cekëm në dersën e kaluar, kur i kanë po, ka thonë ky është premtimi i Zotit ton, i kanë bërë sejdë Allahut dhe e kanë pranuar dinën e Allahut azza wa jalla. Alladhina ataynahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun.
e ngushëllon Rasulullah me këto ajete. Thot ata të cilët kanë qenë para juve, edhe ju është dhënë libri, kur ju ka ardhur Kurani, yu'minune bih, një pjesë e tyre kanë besu Kur'anin famlar. Një pjesë e tyre kanë besu Kur'anin, wa idha yutla alehim qalu amanna bihi. Dhe kur ju është lexuar ajetet e Kur'anit, kanë thonë ne i kemi besuar fjalës së Allahut, innahu al-haqqu min rabbina, sepse kjo është e vërteta nga Zoti jon, inna kunna min qablihi muslimin. Ne edhe para se me zbrit Kur'ani kem qenë musliman. Kem qenë musliman se ju kem dërzu Allahu Azza wa Jall. E kur njeriu i dorëzohet Zotit, kur i vjen argumenti dhe pejgamberi pas pejgamberit që ka pas, ai më një herë beson. Pastaj kanë thonë ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Allah Azza wa Jalla thotë tyre njerëzve, të cilët kanë qenë ahlul kitab, kur ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wasallam e kanë besuar dhe e kanë pranuar Islamin, Allah Azza wa Jalla i shpërblen dy herë. Bima sabru, për shkak të sabrit që kanë bërë, derisa është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot Allah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Edhe pasi që ka ardhur Islami, Allah azza wa jalla i shpërblen edhe për Islamin e tyre dhe thot që të keqen nuk e kthejnë me të keqe, por e kthejnë me të mirë. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, edhe nga rreziku që ju ka dhënë Zoti japin sadak. Allah azza wa jalla i lavdron një pjesë të tyre, të cilët nuk e kanë prek librin e Zotit me dorë, nuk kanë fut diçka dhe nuk kanë hjek diçka nga libri i Zotit, nga Tevrati dhe Injili, por kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë besu. Dhe ajeti tjetër ku Allah azza wa jalla thot pastaj fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Qofse edhe pas kësaj halat polemizojnë ty, se cila është rruga e vërtetë, ti thuaj atyne, unë ja kam dorëzuar çështjen time. Allahut edhe ata që më pasojnë mua, wa qul lil ladhina utul kitaba wal ummiyina, thuaj atyre që ju ka dhënë libri edhe al ummiyin, edhe analfabet nga arabët, a aslamtum, nëse e pranoni Islamin, fa in aslamu faqad ihtadaw. Nëse pranoni Islamin, e keni gjetë të vërtetën dhe rrugën e drejtë. Wa in tawallaw fa innama alayka al balagh. Nëse ata nuk e pranojnë Islamin, alayka al balagh. Ti e ke pasur për obligim vetëm me i thirr. Ti e ke kry misionin tonë, i ke thirr. Nuk e kanë pranuar rrugën e vërtetë, e paqen veten në qafë. Wallahu basirun bil ibad. Allah azza wa jall pastaj thot, i di shumë mirë punët e robërve të tij. I din shumë mirë punët e robërve të tij, e jotja ka qenë me i thirr. Për këtë arsye dashur vëllezër, krejt njerëzit që janë mas ardhjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, deri në gjykim, deri në ditën e gjykimit, janë ummet i Muhamedit alaihi salatu wasallam. Krejt njerëzit, sipas tefsirologëve, që jetojnë mas ardhjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qofshin që janë krishterë, qofshin janë jehudi, janë musliman, janë zjarpotis, çka të qofshin ata, llogaritën si ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndahen në dy lloje, dy kategori. Ummatu da'wa wa ummat al-ijaba. Ndohen në dy kategori. Ummet, një pjesë e ummetit e cila duhet me i thirr rrugën e Allahut sepse e kanë refuzuar. Kush do qofshin ata? E kanë refuzuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ata janë pjesë e ummetit, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për të gjitha kohrat deri në ditën e gjykimit. Janë ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thirrën ummet i davetit, i thirrjes. Dhe pjesa tjetër janë ummet al-ijaba, ata që ju kanë përgjigjë thirrjes, janë muslimanë. Janë muslimanat, jemi ne alhamdulillah. Ne llogaritmi pjesë e ummetit sallallahu alaihi wasallam që ju kanë përgjigjë thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me lejnë Allah azza wa jall kemi qenë të shpëtuar. Dhe të tjerët të cilët nuk janë përgjigjë thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë ummet i Muhamedit alaihi salatu wasallam që nuk ju kanë përgjigjë thirrjes, e që pastaj në qoftë se nuk e besojnë, do të jenë në humbje, sepse Allah azza wa jall thot në fund të ajetit wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. E ata të cilët e mohojnë Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata janë të dështuar, për këtë Allah azza wa jall thot wa may yakfur bihi min al-ahzab fa an-nar maw'iduh. Thot në ajet tjetër, e kush prej atyre grupeve e refuzuan atë, fa an-nar maw'iduhu. Zjarri do të jetë vendi i tij. Zjarri i xhehenamit do të jetë vendi i tij. Allahu xhalla wa ala na tregon në këto ajete që
sa është i mëshirshëm me robërit e tij, sa i ka shty afatizu njerëzit për më kthy në rrugën e tij, gjithsej thot Resulullah mos u merr shumë me ta, sepse ti e ke dhënë veten tonë maksimumin dhe i drejtohet aty në Allah Azza wa Jall. Prap një ajet, ja bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. O ju bitë e Jakubit, hala s'pe besoni Allah dhe pejgamberin e tij, hala nuk pe besoni Kur'anin, por kujtoni mori nimetet e mia. Ky ajet e kanë përsërit edhe në fillim, është përsëritje ajeti tjetër. Allahu po ja përsërit nimetet dhe mirësitë që ja ka dhënë, më ja përkujtu që me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përkujtoni mirësitë Allah thotë që ja ka dhënë juve. Inni faddaltukum 'ala al-'alamin, ju kum veçu nga popujt e tjerë në kohën e juve. I ka veçu Allah Azza wa Jall për shkak të pejgamberëve që ja ka dërguar. Dhe po ju thotë wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a. Fiksojeni një ditë kur dilni para Allahut Azza wa Jall, ku kërkush askujt s'mund me i bë dobi, as me i dhon kompenzim. Kërkush askujt s'mund me ndihmu. As prindi e vladit, as e vladi prindit, as baba nanës, as nana babës, kërkujt heq. Pse keni qenë bitë të pejgamberëve, Allahu xhalla wa ala ju dënon në qoftë se ju nuk keni besu Kur'anin famlar dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wala yuqbalu minha 'adlun, edhe nuk pranohet për juve kompenzim, e as rishfat, wala tanfa'ha shafa'a, e as nuk bën dobi ndërmjetësimi atë ditë kur dilni para Allahut Azza wa Jall, wala hum yunsarun, edhe ata nuk do të ndihmohen. Mëkatarët, gjunaqarët, zullumqarët, ata që cilët nuk e kanë pasur rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ndihmohen. Kush ka më u dalë në ndihmë ditën e gjykimit? Prandaj dashur vëllezër, ne do të më falënderojmë Allahun Azza wa Jall për nimetin e Islamit, për nimetin e imanit, që Allahu xhalla wa ala na ka bërë pjesëtar të umetit i cili ju kem përgjigj thirrjes. Allahu ka dashur ne më ju përgjigj thirrjes. Allahu xhalla wa ala ka dashur ne më ju përgjigj thirrjes. Na ka nderu, na ka veçu nga njerëzit e tjerë, me thon fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me qenë pjesëtar të dini, me qenë praktikues këtij dini, me fal namazin, me agjëru Ramazanin, me krye haxhin, me krye umrën, me dhon sadak, me respektu të tjerët, me i thirr të tjerët me urtësi, me hikmet, me urtësi, me këshilla të arta, ashtu siç i ka thirrë Allahu Azza wa Jall popujt të mëhershëm, që ne i kem cek në disa derse se si Allah Azza wa Jall i thret me butësi, me urtësi, duke u dërguar argumente, se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shkri veten e vet për ta, e ka shkri veten e vet, derisa Allah Azza wa Jall thotë mjaft se olen tarda anka al-yahud wala an-nasara, nuk janë të kënaqur ata me ty ma vet, nuk do të besojnë kurrë më ty, derisa edhe ti mi pru krejt argumentet, nuk kanë të besojnë. Prandaj thotë vazhdohet i rrugën me ata të cilët u kanë përgjigjë thirrjes, thirrri halat të tjerët, ata që e kanë syt e hapur, mendjen e hapur, zemrën e hapur, kanë me i pa argumente dhe kanë me besu, e ata që i kanë zemrën e mbyllur, ata që janë fanatik, edhe i shohin argumente dhe ja kthejnë shpinën, ata s'kan me besu Allah dhe pejgamberin e tij. Andaj vazhdohet i rrugën edhe ne duhet ta vazhdojmë rrugën, mos më unal fort me ata që na kritikojnë, qofshin ata familjar, qofshin ata rreth i ngushtë, qofshin ata rreth i gjerë, qofshin ata punëtor që ti punon me ta shoqëri, edhe të etiketojnë me ngjyrat ndryshme, ti mos unal fort. Ti vazhdo rrugën. Ja ke pru të gjitha argumentet. Shohin çdo ditë të u fal, borë, shin, lloç, ti e lën punën, shkon merr avdes me uftoft, falesh, agjeron kur të tjerët hiç të agjerojnë, agjeron në zhë kur të tjerët ndoshta flladitin me akullore. As është kjo argument për ta? Wallahi është argument. Veç për budallën s'është argument. Budalla nuk e merr këtë si argument. Sepse një njeri i cili është me ty shok, edhe çdo ditë të u fal, çdo ditë të agjeru, çdo ditë të bëj vepra të mira, edhe ti i lën gjitha punë kur vjen koha namazit, edhe ai rrin kultuk, as është argumenta? As si alun logjikën atij me thonë, ka dalë po kjo budalla që falet për këtë. Ky është këtë ditë diçka. Ky është ka pasën një rrugë. Ky ka përgjigj një thirrjes që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti vazhdoj rrugën, mos u merr me të tjerët ashtu siç Allah azza wa jalla ka thonë, sepse ndoshta janë prej atyre që Allah azza wa jalla thotë, ti bëdi hava bëri argumente. Nuk besonaj, nuk kthehet në fe. Ti vazhdo rrugën dhe mos u nal me ta, sepse kem thonë që sa herë drenusha kthehet me shiku loanin, ku ai nxen.
hiç mos e kthej kokën mbrapa. Vazhdoj rrugën, ta vazhdojmë rrugën e Islamit, rrugën e Kur'anit, rrugën e Sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është shpëtimi, sepse Allah azza wa jall po e ngushton Resulullahun në të njëjtën kohë po e kërcën jo atë po umetin e tij dhe po i thot kujdes, mos i pasoni rrugët e devijuara sepse janë të shumta, e rruga e drejtë është vetëm një, është ilmi, është Kur'ani, është dija, është Suneti i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pasimi i tij dhe kërkimi i dijes së fesë së Zotit në mënyrë që neve të jemi pastaj prej të shpëtuarve duke lutur Allahun xhallahu wa ala që të na bëjë prej atyre besimtarëve që Allah azza wa jalla është i kënaqur me neve, na bëjë prej atyre njerëzve që të jemi të kënaqur me Allahun për Zot, me pejgamberin për pejgamber, me Islamin për fe, Allah azza wa jalla të jetë i kënaqur me neve. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.